nga Partia Bosnjake. Pa duhet me konstitu parlamenti, pastaj qeveria, qose nuk është, shkojmë zgjedhje edhe. Këto është demokracia. Për më deri te konstituimi zgjedhja e kryetarit parlamentit. Sipas jush çka do të më bëj? Cilla palë do të më lëshuar? Pa na krejt jemi përfaqësues e popullit, edhe duhet si deputet me votu për kryetarin i parlamentit, parafarsisht kush është. Po nuk po votuat, tani. Duhet me votu. Patjetër, kemi obligim me votu. Sa i përket Pakica, a mendoni që ka ndasi mes grupit juaj minoritetit jo serbë? Ja, duhet krejt me votu prej komunitetit. Sa i përket çështjes ndarjes mas në kryetarëve, a keni diskutuar kush do të marrë apo ka? Si grup kemi propozim. Përfshirë edhe Duda Balën e vetëm Berishën apo jo? Ata kanë drejt me kandidu. A keni më përkrahur jo? A janë edhe ata pjesë aty në diskutim? Jo, nuk janë. Faleminderit.